Për shkak të motit të nxehtë dhe të thatë gjatë periudhës së verës, rreziku për shfaqjen e zjarreve rritet, veçanërisht në terrene të hapura. Pakujdesia e qytetarëve bën që një zjarr i vogël, i ndezur me qëllim, të marrë përmasa shumë të mëdha. Prandaj, komandanti i njësitit territorial kundër zjarreve në Tetov, Avni Ahmeti, apelon që të rritet kujdesi i qytetarëve, të shmangin ndezjen e zjarreve, ndërkohë ai apelon edhe deri tek policia dhe veçanërisht tek policia pyjore që të kontrollojnë vazhdimisht zonat që frekuentohen më shpesh nga qytetarët. Dihet që faktori njeri është ai i cili çdo herë është ai xixa e parë e një zjarri të përmasave të mëdha, kështu që apelet e zjarfikësve si zakonisht dhe çdo herë kemi pas apele të ndryshme që të ruhet natyra për shkak se ajo është e jona dhe duhet të kujdesemi më shumë. Dihet që janë nëpër hapësira private, qytetarë të ndryshëm bëjnë atë grumbullimin, pastrimin e arave dhe pjesëve të malit, dhe pastaj bëjnë një ndezje dhe kështu që ne duhet patjetër të shkojmë të intervenojmë që mos marrë përmasa të mëdha. Gjithashtu ju bëj apel edhe institucioneve të ndryshme të cilët janë kompetent, si është policia dhe policia pyjore, që të bëjnë kontrole më të shpeshta në këto vend të frekuentimet ku qytetarët dinë që të ndezin edhe zjarr. Drejtori i Parkut Nacional Malishar, Revzal Elmazi, thotë se janë të përgatitur për ndërhyrje emergjente, pavarësisht kapaciteteve të limituara të personelit. Elmazi thekson se të gjithë vizitorët që futen në zonën e Parkut Nacional janë të detyruar që të regjistrohen. Ne jemi të përgatitur për ndërhyrje të shpejtë, për shuarje të zjarreve, mirë po fatkeqësisht me kapacitete të limituara, për shkak se numri i punonjësve nuk është shumë i madh. Kemi një plan vjetor operativ për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret. Posedojmë një automjet të specializuar me rezervuar dhe pompë për shuarje të zjarreve. Po ashtu kemi bërë edhe trajnimin e punonjësve për shuarje të zjarreve, si dhe për ndërhyrje në raste apo situata emergjente. Ne si Park Kombëtar Malishar u bëjmë apel qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe gjatë punës apo qëndrimit të tyre në natyrë të shmangin ndezjen e zjarreve në hapësira të hapura. Po ashtu të gjithë vizitorët e parkut janë të obliguar, të detyruar që të bëjnë regjistrimin e qëndrimit të tyre në zonat e Parkut Kombëtar përmes webfaqes zyrtare të Parkut Kombëtar Malishar. Përndryshe, vetëm gjatë këtij viti, njësiti territorial kundër zjarrit ka pasur rreth 410 intervenime në rrafshin e Pollogut, ku zjarret më të shumta janë regjistruar gjatë muajit mars. Ky njësit ka në mbikëqyrje edhe 5 komuna rurale dhe gjithashtu është i angazhuar për shuarjen e zjarreve edhe në pjesën e Malit Sharr së bashku me drejtorinë e Parkut Nacional Malishar.